mundur të vi t'ju vizitoj? Tani Është pa është pa dokumenta? letra, Është pa pa dokumenta. dokumenta fare. E kuptoj që je në një situatë të vështirë nga të gjitha anët. Elona, më kjo situata besës më kujton ato familjet e fund viteve të 90 ku ishin në emigrim shumica e burrave, edhe nëna që duhet kujdesej për fëmijët, për shtëpinë, po ndryshe nga atëherë, situata e besës sot është që nuk ka as mbështetjen e komunitetit apo njerëzve rreth e përqark apo familjarëve, pra është krejtësisht vetëm me sa kuptova. Dhe kjo që e bën akoma më sfiduese. Ka një angazhim të tepërt, nuk mjafton më vetëm rritja, ushqimi dhe shkolla. Ato ka siç e kemi zbuluar në këtë emision, një shumëllëshmëri të madhe nevojash që duhen plotësuar dhe kemi një baba që mungon, kemi nënën që është shumë e përfshirë, domethënë le të themi angazhuar plotësisht tek ata, por që dha ajo ka nevojët e veta. Domethënë për këtë arsye dhe trupi po jep ato sinjalet e smundjes edhe shkarkimit që domosdoshmërisht dalin pas një periudhe kaq të gjatë stresuese. Elementi i varfërisë pastaj është një tjetër pikë kyçe që e shton akoma më shumë gjithë të vuajtje dhe pamundësi për ta zhvilluar situatën në një mënyrë më normale, pra që secili të merr ndihmën e nevojshme për të kuruar. Pjesa e vajzës është në të vërtetë shumë e rrezikshme që të mbetet pa kontroll, duke qenë se ajo sapo ka kaluar një periudhë të gjatë. Bëre shumë mirë që përmend edhe pjesën e ndihmës të familjarëve, sepse Besa nuk e përmendi, por unë e di dhe Besa mund ma konfirmoj që deri në një pikë të jetës ajo është ndihmuar nga prindrit, po tani prindrit janë moshuar, nga ana tjetër ka 3 vëllezër të cilët edhe ata janë duke u përballur me sfida, jo për ta justifikuar ajo situatën e tyre, po janë duke u përballur vërtet me sfida shumë të mëdha, dikush në emigrim, dikush kujdeset për prindrit e moshuar, dikush tjetër ka sfida shëndetësore dhe thotë dëshmirose që deri në një pjesë e kanë ndihmuar, po tani nuk munden më sepse kanë detyrime dhe angazhime të tyre. Është e kuptueshme që secili ka angazhimet edhe përgjegjësitë edhe vështirësitë e veta. Po, apo jo Besa? Po, patjetër është. Kështu që në këtë pikë të jetës tënde ti je komplet e pandihmuar përveç asaj çfarë të sjell bashkëshorti yt në emigrim, aty ku qëndron aktualisht edhe pa dokument. Vetëm bashkë, para se vëllezërit ka tani edhe babi, mami janë moshuar, janë të mbetur. Ato kanë kanë ku të punojnë në fshat, s'kan ku të punojnë, se ekonomia është më dobët në Shqipëri. Sidomos në fshatra je marruar krejt. Dhe ti Besa, për ta bërë të ditur edhe për publikun, ti jeton në një rrethin të Tiranës, do të thënë diku afër Tiranës, por në një vend që ndoshta nuk të ofron shumë lehtësira, qoftë përsa i takon infrastrukturës shëndetësore, qoftë mundësive të punësimit, qoftë lehtësira për të ofruar shërbime të ndryshme për fëmijët, si për t'i çuar në shkollë, si për t'i çuar në kurse, si për t'i argëtuar. Kështu që e di që jetesa jote e rreth teje, unë e di ku jeton, por nuk mund ta them për arsye të etikës edhe të preferencës që ti ke zgjedhur të dalësh anonim, por e di që përballesh me vështirësi të shumta. Po. Do doje të ndryshonte diçka në jetën tënde? Kishim bashkë në një biznes, në një punë të përbashkët, që të një krah për ta ndihmuar, sikur edhe unë të pushojnë në një orë që bashkëshorti të shikojë fëmijët, pushon edhe vetë, edhe ai do të punoj të kuptohet 16 orë, 7 orë për të ushqyer neve këtu, sepse në Shqipëri është rruga shumë e vogël, ne jemi familje e madhe. Po, dhe nga ana tjetër edhe ti ke nevojë për praninë e tij, ë? Jo vetëm si ndim fizike, por edhe për mbështetje morale, psikologjike. Diskutohet sa do pak babi në vakë në një orë të pushoj trupin, përse unë jam 24 orë, kam frikë, mos u zbulu fëmija që me shikoj natën, 8 dite në këllën. Po patjetër. S'kam. Janë shumë elementë edhe shumë aspekte për cilat ti je përgjegjëse dhe duhet të kujdesesh. Nuk merr ndihmë sociale për situatën në të cilën je fare. Jo, nuk kam fare parasysh se vjen bashkëshortin kurbet. Po, Besa, je sigur që i ke përdorur gjitha burimet për këtë informacion, pra që mund të marrësh ndihmë sociale? Ke pyetur mjekun e familjes apo? Kam pyetur, më kanë thënë atje të bashkëria që nuk i përfiton, që është bashkëshorti aty. Me sa di unë, ligji shqiptar tashmë parashikon që kur ke mbi 3 fëmijë apo diçka e ngjashme, pra merret një suport nga ndihma, prandaj pyeta ka shfrytzuar çdo lloj ndihme.
Duhet pasur parasysh edhe kontekste, me 5 fëmijë asaj nuk i del koha të kujdeset dhe t'i çojnë në shkollë. Është situatë e rrezikshme kjo që ndodhet Besa. Duhet ta flasim hapur që nuk është për të zhvlerësuar, ne kemi një fëmijë që mund të rikthehet sëmundja. Pas një lufte 7 vjeçare që është bërë, mund të rikthehet për shkak sepse nuk arrit dot bëhet një vizitë kontrolluese që mund ta parandalojë. Kemi një nën që tashmë ka rënë në kolaps trupi i saj sepse ka bërë kaq shumë përpjekje për ta mbajtur dhe nuk mundet më. Një partner që detyrohet, e tham nga rrethana, të jetë në distancë. E kuptueshme. Dhe fëmijë të tjerë që ndoshta dhe ata mund të kenë rrisje të veçanta që ne nuk i dimë, ne po flasim sot vetëm për vajzën dhe për nënën. Ato që janë problematika më madhore dhe më Po, prandaj është një situatë shumë alarmuese, mendoj unë, në familjen e Besës. Që strukturat e shtetit, ndoshta unë thash mikun e familjes, pasi ai ka më shumë informacion për këto burime, ndoshta mund të jetë pika referimit për Besën, ku mund të pyes. Po. Ose edhe ndoshta sugjerimet e tjera që dëgjuesit e tjerë mund ta japin për të referuar më pas Besës përmes numrit që ju ka dhënë, sepse nuk mundet të vazhdon kështu. Domethënë ne po flasim sot për gjendjen emocionale, mund të rrim këtu të diskutojmë, por janë rrisje fizike që vijnë përpara. Dhe mendoj se duhet i kushtohet rëndësi kësaj pjese. Dhe me të drejtë shtronës, sepse duket që situata është alarmante. Patjetër që po. Duhet bërë një përpjekje shumë e madhe që fëmia të merr një ndihmën e nevojshme. Nuk e di Besa çfarë të mungon që nuk shkon vajza atje, të mungon transporti, domethënë në spital. Të mungon diçka që mund të realizohet për ta çuar vajzën për Për shembull, ta bëjmë një bar për ta çuar rash vetë. Pra, të vërtetën. Po thua që e ke të vështirë ta çosh ti, ta shoqërosh. Po, patjetër se tani edhe ekonomia është e dobët, ndoshta ne kisim nevojë të bleshim ushqime sot, me patëm që bashkëpunojmë, unë detyrohem me shkollë në kamës e spitalit, që atje kemi edhe rruga, është ndonjë gjë të vogël fëmia në dorë që merr me vete, se nuk shkoj edhe vetëm se mos më ndjen ndonjë fikë, ndonjë gjë kisha gotën në klasë. Më fal, ti je gjithmonë vetëm në këto vizita apo ke ndonjëherë ndihmë nga dikush i afërm që mund të ndihmojë? Vetëm fëmijët e mi. Asnjë tjetër, nuk ke asnjë familjar, asnjë të afërm, asnjë shoqë, askënd. Vje vetëm ti dhe fëmijët aty. Ti si e shikon veten tënde, si e ndjen që sa kohë mund të duhet për të rikuperuar, për të kthyer në formë, sërish që mund të jesh në gjendje të jesh prap kujdestare për ato fëmijë dhe për shtëpinë. Do mundohemi të bëjmë kinat, i kam folur me doktorin e mjekun familjar, si të mora dhe të më tani në zbitës. Pesar, që nuk kam 5 minutë, të janë nga duart e mia, 28 orë që ushqen. Mos e mirë, unë s'ka ku të shikoj. Edhe nesër do më shikoj, do më rregulloj që të vem një më shëndet për pas kuptimit. Po si po ja del tani, si po kujdesesh për fëmijët kur ti je keq, domethënë kur je smur, kur je duhet kujdesesh për veten. Kush e bën këtë gjë? Ajo i shikon. E përmendi që në fillim që vajza e madhe 13 vjeçare, si thua, ka marrë atë rolin ndihmës, kujdeset për fëmijët e tjerë, gatuan për më të voglen. Një nënë e dytë. Nënë e dytë, vajza madhe që kujdeset për fëmijë, për shtëpi, për marrë dikush miraderës, për gjithçka, ajo është. Këtu del një tjetër aspekt, një fëmijë i rritur para kohe, dhe ne kemi trajtuar shumë histori të tilla edhe në seanca e parë, dhe e dim se me çfarë pasojash shoqërohen edhe më tej në jetë, por kjo zëvend për një tjetër diskutim. Ajo që unë do doja për ty, Besa, është që ti ta kalo sa më shpejt situatën shëndetësore, që gjërat në një farë mënyre të zgjidhen për ty edhe financiarisht dhe të jesh më ndihmuar. Uroj që edhe bashkëshorti yt të gjendet më pranë fizikisht, paçka se situata edhe për të në emigrim nuk është e lehtë, dhe do të lutesha dhe do të ta kërkoja njerëzisht si nën që në momentin më të parë për vajzën tënde të bësh një kontroll shëndetësor, sa kohë edhe ajo ankohet edhe ka shqetësime, duke qenë se ka 2 vite pa u kontrolluar mbas terapisë. Tani do vizitojmë edhe nesër dhe ti me bëmë shkote të punoj, do mundohet që ta të në ratë të punë. Ati për pjashtimit e aji për mojë vërse të planës mojë, aji për zdove me i ka ratë figat. Është një shumë i ndjeshëm.
Shumë komplekse kjo situatë. Jona. Shiko, Elona, do të thoja diçka që në rastin e Besës, kuptoj që nëse do e vendosnim veten të ishim në atë rol, do ishte patjetër një bashkë me madhe vetëm ta mendosh, jo më ta jetosh për çdo ditë. Por çfarë mund të them unë nga jashtë se si e perceptoj këtë situatë që mund të jetë ndihmuese. E para është që të flet me partnerin për të ndërtuar një plan. Pra, në momentin që ne kemi të qartë se një ditë kjo situatë do filloj të lehtësohet, do ketë një fund, fillon bëhet më lehtë edhe për ty që ta menaxhosh pak atë situatën e vështirë tani. Nëse ne qëndrojmë me mosdije se çfarë mund të ndodh pas X kohe, patjetër që fillon të rëndon ky detaj. Prandaj pyeta edhe në fillim që a ke ndërtuar një plan. E kuptojmë që gjëra është e pasigurt, situata është jo shumë e qartë tani, por të paktën të bëhet në nivel afatgjatë, që ne mund të qëndrojmë akoma për shembull edhe 3 vite në distancë, por ta dimë që do kemi këtë lloj, domethënë ndarje, që unë të kthehem, të kemi këtë plan. Pra diçka që të bëhet më e prekshme, që në mendjen e personit që është tani, pra të Besës, të fillojë të duket si një dritë në fund të tunelit, si themi ne, të mos qëndroj gjithkohës në errësirë çfarë do ndodh sot, ose të qëndroj me idenë që gjithmonë do zgjatet kjo situatë kështu. Të paktën të ketë disa hapa që duken si rrugdalje nga kjo situatë, që ai të kthehet, fëmijët të marrin një tjetër drejtim, një plotësim tjetër të nevojave që aktualisht ndoshta nuk po merren. Pra, unë i qëndroj shumë fokusit tek plani i familjes. Dhe me të drejtë, ndoshta edhe Besa edhe bashkëshorti vet mund të jenë duke e menduar një gjë të tillë, nuk i dim planet e tyre familjare, por ja uroj me të vërtetë që Besa dhe fëmijët e saj të kenë një zgjidhje konkrete të gjitha problematikave. Dhe patjetër ndërtimi i prioriteteve. Sepse në këtë moment është shëndeti i vajzës, patjetër dhe shëndeti i Besës, sepse ajo është në këtë moment shtylla e familjes, pra është një person që kujdeset nga jashtë, por në këtë moment ajo është jetike. Prezenca e Besës është jetike në familje. Kështu që të merret konsiderat patjetër shëndeti i saj dhe shëndeti i fëmijës, që mos përsëritet historia për shkak të një neglizhence që është më e thjeshtë se sa të fillojë nga fillimi. Besa, besoj mbas këtij rrëfimi dhe komunikimi që patë me mua dhe me Jonën, je disi më i qartë në lidhje me atë se çfarë do duhet të ndryshosh në të ardhmen tënde të afërt, për veten, për fëmijët. Pra një prioritet pak më i madh drejt shëndetit tënd dhe të paktën vajzës e cila duhet të rikontrolluar. Pastaj gjërat e tjera me kohën ndoshta do të zgjidhen avash avash. Po, patjetër. Besa, unë të falenderoj shumë që na besove dhe e solle këtë rrëfim sot në program. Pa diskutim që edhe ti kishe nevojë të shpresh edhe të dëgjoj edhe një mendim ndryshe në lidhje me atë çfarë po kalon, pavarësisht se e nisi këtë intervistë duke treguar forcën tënde, por gjithkush që shikon këtë histori e kupton se sa vështirësi ka një nën e cila arrit 5 fëmijë dhe përballet e vetme me gjithçka në jetë. Kështu që të jam mirënjohëse edhe të uroj më të mirat për ty, për fëmijët, për familjen tënde. Shumë faleminderit. Ju përgëzoj për zemërsisht. Dhe të presin një shumë i mirë. Të falenderoj. Edhe ne ty, të përshëndesim. Faleminderit dhe të përshëndesim Besa. Jona, kjo histori më bëri të kuptoj se ndonjëherë ne përpiqemi shumë të tregojmë forcë, duke mbajtur përgjegjësitë edhe duke përballur me situatat. Por forcë është edhe ideja e të kërkuarit ndihmë. Patjetër. Sidomos në këtë rast ndihma nuk është emocionale, siç ne e prekëm pak më herët, por është ekonomike, është ndihmuese, mbështetëse në një mënyrë tjetër që të mundet më pas të kalojnë tek nevojat emocionale. Pa qenë kjo baza fizike, nuk mundemi dot të zhvillojmë elemente të tjera që janë pak më lart. Kështu që shpresoj që Besa të ketë krijuar një ide nga kjo, patjetër çlirim, duke folur, edhe po më preku dhe më ai momenti i parë se si e nisi tek ëndra, familja e madhe, një nën që ka shumë fëmijë, ndoshta kjo ka qenë ëndra e saj si vajzë dhe ka realizuar, më duk pak si ato filmat e vjetër, me ato nëna që kanë ato fëmijët kopshin edhe shtëpinë, por si duket jeta surprizon edhe me tragjedi ose me lajme jo shumë të mira gjatë. Nuk është e thjeshtë, nuk është e thjeshtë. Por edhe ky moment që ajo erdhi këtu është si një thirrje për ndihmë dhe shpresoj që të ketë dalë me disa reflektime tjera. Jam e sigurt që i ka shërbyer edhe për një lloj vetëdijsimi. Jona, unë të falenderoj shumë. Që i dam
edhe kësa historie një lloj tjetër këndvështrimi dhe një tjetër lloj dimensioni, jam e sigurt që ky program dhe ky film ka shërbyer edhe si një vetisim jo vetëm për historinë, por për gjithë